Deputeti AKS Ramush Haradinaj ka qenë i ashpër me kryeministin Albin Kurti në seancën e kuvendit. Haradinaj ka pasur kritika ndaj qeverisë Kurti duke i quajtur edhe zagar. Sot ndodhemi në këtë foltore dhe duhet me dëshmu këtë mashtrim në mënyrën më të keqe të mundshme. E para, kolegu që foli para meje këtu është i asaj pjese të pushtetit. Mbajnë përgjegjësi për çmimet, mbajnë përgjegjësi për vjedhjen që po na ndodh në energji, për faturat që po na vinë. Ky dhe qeveria ati dhe ju mbani përgjegjësi. Nuk mundeni me ik kësaj përgjegjësie në asnjë variant. As nuk mundi me ushe pas këtij ligjit tavant. Asgjë, oligarët e tu, kryeministër, janë duke shitur dhe duke bler energji dhe po ashtu kompanitë përdite me shumë i ulën në tavolinë këtu. Duhet të ketë një korrektësi në këtë rast. E dyta thot, po financohet media të thos. Shikoni çka po thot. Ky, shikojeni mirë çka po thot. Po financohen mediat me thos. Ky shpenzon më së shumti para duke ushqyer zagaret. Me fytyrë të pastër, me fytyrë të pastër, me fytyrë të pastër. Duke i dhënë para me fytyrë të pastër. Ju jeni ata që keni mbetur këtu. Ju keni zagar. Keni hajna, keni zagar që vinë e na lyën këtu në fytyrë. Publikisht vazhdojmë me u bë edhe sot. E vërtet, dhe gjithë juve dhe gjithë atyre, edhe ata që po na mbrojnë janë çashtu zagar. Po janë zagar, është shprehur ai.